mirë kur të jetë shpirt para se me dalët ose para se takohet me melekun e vdekjes. Shqisho, i dërguari Allahut ka qenë ullur me disa prej shokëve të tij. Dhe vjen me Omeri radiallahu me madhështinë e tij. Omeri ka qenë një burr që vështirë është përsëritet biografia e tij dhe ka qenë i fuqishëm dhe me shtat të lartë. Është ullur pranë pejgamberit alayhis salam. Dhe i ka parë disa flokë të thinjura në kokën e Muhamedit alayhis salam. Në sens të humorit i është drejtuar duke i thënë shifte ja Rasulullah. Në formë të humorit. Dhe humori është pjesë e besimtarit, ka qenë pjesë e Muhamedit alayhis salam, ka qenë pjesë e gjeneratës më të mirë që ka pa fytyra tokës, por çdo herë duke qenë sa krypa në gjell, jo më shumë. Dhe i dërguari Allahut përgjigjet jo në sens të humorit, por përgjigjet me një përgjigje shumë serioze, duke i thënë Naam ya Umar, shayyabatni Hud wa akhawatuha. Po o Umar, më ka thinjur kaptina Hud dhe motrat e saj. Momenti kur është ato këtë përgjigje, këtë seriozitet të pejgamberit alayhis salam, urrështja e Omerit fillon duke e pyetur o lina ya Rasulullah, do përse o i dërguari Allahut. Përgjigjet i dërguari Allahut duke thënë fiha aya, do në të do është një citat kuranor që ai është shkaktar që do të unë jam thinjur. Fastaqim kama umirt. Është ardhur urdhë në mënyrë imperative nga krijuesi i madhreshëm që është drejtuar Muhamedit alayhis salam. Në të njëjtën kohë i është drejtuar të gjithë pasuesve të tij, jo vetëm tij. Fastaqim, përqendro. Kama umirt, ashtu siç je urdhëruar. Wa man taba ma'ak, dhe ata që janë penduar, që është besimtarët. Ky është citati kuranor që janë bërë do të shkak që të më thinjën disa flokë Omer. Që do të këtë citat kuranor, a do të rëndçet në zemrën tënde? Do të rëndçet zemrën tënde. Po imagjino do plot do prej musliman do jo që nuk e rëndçet, por as që e di që është citat kuranor. As që e di që është citat kuranor. Vjen një burr tek pejgamberi alayhis salam dhe i thotë o i dërguari Allahut, qulli fil islami shay'an la as'alu anhu ahadan ba'dak. So, kë burr që ka transmetime do të më shumë se një, i thot të dërguarit Muhamedit alayhis salam, më thuaj një gjë, një këshill aq madhështore, por sa që më thon aq shkurt, shumë shkurt. Do të shqej këshill shumë të madhe që do të pastejet mos e pës askënd. Imagjino Muhamedi alayhis salam me madhështinë e elokvencës së tij dhe autorisë së tij ja ka përmbledhur krejt islamin me dy fjali, më shumë. Qul thuaj, amantu billah, kam besuar Allahun e madhreshëm. Thumma istaqim, pasandaj përqendro. Thumma istaqim, pasandaj përqendro. Mirë. Sa për informat, nëse ta qymë se do të qëndrueshmëria, është guri themeltar për mua dhe për ty, që dhe ti me pas rrugën e sigurt që me pas një përfundim të mirë. Kështu që, veturat që ne do t'i vozisme do të vazhdimisht. Nëse shkon do tek ata që prodhojnë vetura, fatkeqësisht sot musliman me Prishtinë Malezisë nuk prodhon veturë. Dhe e pyet që prej sa pjesëve bëhet një veturë? Sa është numri? Numri është më shumë se 300.000 pjesë. Ti do të paraforsisht për çdo ditë atë pjesë do t'i kontrollon. Timonin, ndrimin e shpejtësive, gazin, përmjet atë pjesë i ke funksion do të vazhdimisht. Vetura si veturë është e përdorur prej 300.000 pjesëve. Do të përfshin çdo sen, 300.000 pjesëve. Mirë, cila është më e rëndësishmja? Pa asnjë për çfarë është krijuar dot vetura? Kerri. Është krijuar do të është prodhuar në radiografike është krijuar apo është prodhuar që njeriu do të shërbejë me të duke ecur, do të e fut në lëvizje. Mirë, kush e fut në lëvizje? E fut në motorri. E fut në motorri. Që do thotë? Pjesa e motorit apo motori është thelbi, është pjesa më e rëndësishme në mesin e 300.000 pjesëve tjera.
nëse ka defekt motori, sot kishe pas mundësi ti me arë në gjëmatot, për arsye se nuk jep shans për me lëviz. Është më rëndësi, mirë, a ke mundësi që islamin me përthëku ose me rumbullaksu me një fjali, ke mundësi, para kësaj. A mërëm do të dhe një shembull tjerë. Një me bindu që mesin e juaj do të ka do të tregtar, ka do të biznesmena. Zoti Madhëshëm ku ashtoft vizionin edhe bëni do të më të vërtet ni'mal malu salih lil malu salih. Njeriu më i mirë është ai i cili ka do të pasurinë më të mirë. Mirë, a mund të me rumbullaksu tregtin, biznesin me një fjali? Ke mundësi. Mirë, ku ti mund është më të do tregtia, biznesi, është do që ka aktiviteta jo 10, jo 100, po me 100 aktivitete. Tregtia është punë e lodhshme, jo çdo kush mund të bëhet biznesmen apo do tregtar. A ke mundësi që me rumbullaksu tregtin dhe biznesin me një fjali, ke mundësi, cila është e? Dietarët që kanë potencuar është fitimi. Nëse nuk fiton, nuk je tregtar. Nëse nuk fiton si je biznesmen, që është tregtari. Mirë, a ke mundësi islamin me rumbullaksu? Do të me një fjali, ke mundësi, cila është el-istiqame, qëndrueshmëria. Që do thotë, nëse nuk je i qëndrueshëm në parimet që i ke mësuar nga Krijuesi i Madhëshëm, nuk do të vjedhësh asnjë fryt të fesë. Islami do të ka fryte. Islami do të ka begatit pa numërta. Nëse nuk je i qëndrueshëm, nuk vjen. Ku është dallimi do të sot e jemi ngrit për ta falur namazin e sabatit? Çfarë jemi ngrit? Mirë, ku është dallimi do të mes atij i cili e ka falur namazin e sabatit dhe atij i cili nuk e ka falur namazin e sabatit? Nuk është pini këtu bindja, edhe ai që është fardhu ain, është obligim individual. Edhe ai i cili do të nuk e ka falur, edhe ai që është fardhu ain, është obligim individual. Ku qëndron do? Tek i pari që e ka falur është i qëndrueshëm. Thumma istaqim, pasandaj përqëndrohu. Kurse tek i dyti nuk është i qëndrueshëm, është i lohatshëm. Mirë, siç u thot, tash vjen i dërguari Allah takohet me një sahabi, ka të biografi do të gjërë do të këtë. Kjo ka qenë të 17 vjeçar kur e ka bërë këtë pyetje. I dërguari Allah i cili u ka mësuar njerëzve të gjëra të mirat, edhe u ka mësuar njerëz dhe i ka motivuar që të jenë të qëndrueshëm, i ka thënë këtij që ka qenë do të i birsuar. Ka qenë do djali i pejgamberit alayhisalam rob, por kështu e kanë thirrë Harith ibn Muhammad, do të Harith i biri Muhammedit, por pasandej është ardhur stati kuranor dhe është ndaluar. E ka bërë një pyetje shumë çuditshme i dërguari Allah. I ka thënë kështu: "Kayfa asbahta ya Haritha?" Ka qenë do të mëngjes. Si e zgjuar o Haritha? Çfarë përgjigje më dhënë që ka jam? Çfarë përgjigje? Haritha do ka pas mësim me dhënë do bi khair alhamdulillah. Shumë mirë jam zgjuar do alhamdulillah falënderim dhe qofshin Zotit, ose do të me përgjigje tonë që do të i lodh çmon. Përgjigjet netës që i kemi do të në shekulli 21. Mirë po është përgjigj me një përgjigje që të më rëndot nga madhështia e këtij sahabiut, mendje dhe zemër të madhe. Është përgjigj duke thënë o i dërguari Allah, asbahtu ka'anni ara arsha rabbi bariza. Jam zgjuar o i dërguari Allah dhe sikurse që jam duke pa arshin e mëshiruesit para syve. أصبحت وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون في الجنة. Jam zgjuar o i dërguari Allah dhe sikurse jam duke i parë banorët e xhenetit duke u kënaqur dhe duke u begatuar në xhenetet e tij. أصبحت كأني أرى أهل النار يسترخون. Dhe jam zgjuar se sikurse jam duke i parë banorët e xhenemit duke u dënuar në xhenem. Bindje. Dhe i dërguari Allah dhe thotë: "Arafta fakzim." E ke mësuar të vërtetën, e ke arrit me njohur të vërtetën, andaj përqëndrohu. A ka fryte me qenë njeriu i qëndrueshëm edhe nëse nuk je i qëndrueshëm?